Kështu do duket projekti multifunksional në Bashkinë Lokale Raincë. Në këtë objekt do të përfshihet hapësira e qerdhes së fëmijëve, stacioni shëndetësor dhe zyrat e Bashkisë Lokale Raincë. E për të parë fillimin e punës së këtij objekti, kryetari i komunës Ragbi Mustafa bashkë me delegacionin e tij qëndroi sot në Bashkinë Lokale Raincë, ku sipas tij ky projekt do ndërtohet me standarde evropiane. Gjitha këto hapësira kanë qenë në një objekt shumë të vjetër, në kushte absolutisht të papranueshme, por megjithatë, duke falenderuar aktiviteteve që kemi nisur mbase më shumë se një vit, duke porositur projekt dokumentacioni teknik, debateve që kemi zhvilluar rreth dokumentacionit teknik dhe më në fund kemi arritur që të kontraktojmë këtë projekt, i cili këtë vit financohet nga mjetet e trupit koordinues 18 milion dinar, ndërsa 9 milion e gjysmë dinar, ndërsa pjesa tjetër për këtë vit do të mbulohet nga buxheti i komunës, por megjithatë me një siguri të madhe do të vazhdoj dhe vitin e radhës sepse vonë kanë filluar punët. Atëherë vlera e kushtueshmërisë së këtij objekti është 36 milion dinar me tatimin mbi vlerën e shtuar. Kryetari i Bashkisë Lokale Raincë, Lulzi Veliu, falenderoi pushtetin lokal, pasi ky objekt do të shërbejë në të mirë të gjithë banorëve të këtij fshati. Një projekt që do t'i mundsoj qytetarëve të Bashkisë Lokale Raincë sigurisht shërbime shumë më të mira mjekësore në të ardhmen, fëmijëve parashkollor kushte shumë më të mira për mësim dhe sigurisht shërbime shumë më të mira për qytetarët e Bashkisë Lokale nga ana e Bashkisë Lokale Raincë. Po ashtu shfrytëzoj rastin të i falenderoj pushtetin lokal që ka zgjedhur që për këtë vit kalendarik ta fusë në prioritetet e saj. Deri më tani, këto hapësira kanë qenë një objekt shumë më të vjetër dhe me kushte jo të mira.